Një ekip kërkimor në Japoni ka zbuluar një mënyrë për të transformuar të ardhmen energjetike të vendit, duke treguar se kombinimi paneleve diellore në çati me bateritë automjeteve elektrike mund të përmbush deri në 85% të nevojave elektrike të vendit. Gjithashtu, kjo metodë do të ulte emetimet e dioksidit të karbonit me 87%. Studimi kryer nga Universiteti Tohoku, së bashku me atë të Tokios, ofron një vështrim të detajuar se si infrastruktura ekzistuese si çatit dhe automjetet mund të shfrytëzohet për dekarbonizimin në shkallë të gjerë. Hulumtuesit pohuan se me rrezikun e rritjes të ndryshimeve klimatike, Japonia përballet me sfida të dallueshme në dekarbonizimin e sistemeve të energjisë, kryesisht për shkak të terrenit malor dhe hapësirës së kufizuar për fermat diellore. Megjithatë, me mbi 8000 km2 hapësirë në çatitë e ndërtesave dhe një treg automjetesh elektrike që po zgjerohet me shpejtësi, studiuesit propozuan kombinimin e sistemeve fotovoltaike me bateritë e makinave në një model të quajtur Solar EV City. Për të vlerësuar potencialin e konceptit, ekipi kreu një analizë gjithëpërfshirëse të gjitha 1741 komunave në Japoni. Ata supozuan se 70% e çative do të ishin të pajisura me panele diellore që funksiononin me efikasitet 20%, ndërsa automjetet elektrike me bateri 40 kWh do të siguronin ruajtjen e energjisë duke përdorur rreth gjysmën e kapacitetit për të mbështetur rrjetin. Pas analizës, studiuesit u habitën kur panë se vetëm sistemet fotovoltaike në çati mund të gjeneronin 1017 terawatt-orë në vit, duke tejkaluar prodhimin total të energjisë së vendit në vitin 2022. Ata zbuluan më tej se një sistem vetëm me fotovoltaik mund të furnizonte 45% të nevojave për energji, ndërsa kur u kombinuan me bateritë automjeteve elektrike, shifra u rrit ndjeshëm në 85%. Për të bërë këtë sistem realitet dhe për të ecur drejt një shoqërie më të gjelbër, na duhen më shumë politika mbështetëse, tha një nga studiuesit kryesor.